Mirë se vini në Screenshot, ku si çdo të shtunë do të flasim për ngjarjet që janë diskutuar më së shumti nga njerëzit në internet në një javë, për videot virale të këtyre ditëve, por edhe për të rejat nga bota e teknologjisë dhe inovacionit. Sigurisht që protesta e qytetarëve përpara kryeministrisë, e cila vijon prej të paktën 20 ditëve tashmë, është tema më e diskutuar e kësaj jave, jo vetëm në mjedisin tonë virtual, por edhe përtej kufive të vendit. Dhe këtë e dëshmuan edhe në seancën e kësaj jave në Parlamentin Evropian. Por si fillim do të ndalemi tek impakti që kjo protest pati në një prej socialistëve, deputeta Mariana Koçeku, që njihet në rrjetet sociale si Neo Malsoria, vendosi që të distancohet nga sigla e Partisë Socialiste dhe nga e diela, siç deklaroi edhe ajo vetë, është deputete e pavarur, edhe pse ende jo formalisht. Arsye të deklaruar fillimisht nuk pati, por një ditë më pas një flamingo postua në faqet e saj zyrtare në mediat sociale dhe sigurisht që reagimet në rrjet ishin nga më të shumtat. E kemi thënë që protesta po vijohet sa në rrugë në sheshe, po aq edhe në mediat sociale dhe reagimet e deputetes ndaj të vetëve, ftesa protestuesve për të bashkuar në bulevard dhe thirrjet për ta lënë mandatin janë bërë pikërisht në rrjet. Po ashtu edhe një deklaratë e rëndë si ajo kur deputetja socialiste shprehej se ishte kërcënuar nga bajrat. Mariana ka lindur në vitin 2000 dhe po ashtu si shumica protestuesve është Gen Z dhe një pjesë të mirë të ndjekësve të saj në Instagram i ka fituar për jetën pranë natyrës që ajo promovon në rrjetet e saj. Veprimet e saj edhe janë mbështetur, edhe janë kundërshtuar dhe protestuesit sigurisht që kanë reaguar edhe me anë të memeve dhe atyre që shkruajnë zakonisht në pankarta. Dhe një nga këto ditë një tuf dhish u shfaq në protest. Shqisaketa jemi ne, zëqine, zëqine, shqisaketa jemi ne, zëqine, zëqine, shqisaketa jemi ne, zëqine, zëqine, shqisaketa jemi ne. Will you pak fare? Will you pak fare? Ja, Gjithsesi, duket se ditë nuk kishin lidhje drejt për drejt me Neo Malsoren, thuhet se kishin ardhur nga Klemendi bashkë me bariun e tyre dhe mbanim siç e pam edhe nga pamja disa pankarta rreth gardit të tyre. Kjo është protesta që ka marrë vëmendjen totale të mediave botërore, disa prej të cilave si CNN dhe Reuters edhe transmetojnë live që nga momenti kur qytetarët nisin që të mblidhen para kryeministrisë. Një pjesë të madhe sigurisht e ka luajtur emrin Trump Kushner në projekt, por edhe viraliteti ka bërë pjesën e vet. Një nga mesazhet që ne kemi parë të parakaloj bashkë me protestuesit është Europe can you hear us? Pra Europë apo na dëgjon? Dhe Europa duket se dëgjoi pasi këtë të mërkur Parlamenti Evropian adoptoi me shumicë votash një rezolut që bën thirrje për një moratorium të menjëhershëm të lejeve të reja dhe të ndërtimeve në zonat e mbrojtura të vendit. Pikërisht prej viralitetit dhe për masave që ka marrë kjo ngjarje në parlament, këtë javë ne dëgjuam edhe disa fjalime që kryefjalë kishin pikërisht Shqipërinë. Shqipëria nuk është në shitje. What is Vjosa Narta? For Albanians, it's a place where their grandparents fished. It's a place where they first saw flamingos or where they dream of taking their children one day. For Edi Rama, it's a piggy bank being smashed open. Albanien ist so reich an Biodiversität. Es gibt wilde Flüsse, es gibt tolle Meeresabschnitte, es gibt wilde... Il primo ministro albanese Edi Rama ha parlato del nostro emendamento, con un post su Facebook in cui dice che il Parlamento europeo con il voto di ieri ha separato i fatti dal fumo sulle proteste per l'area protetta di Vjosa Narta. Peccato che diciamo esattamente il contrario. Albania is working hard on meeting the criteria for accession and its progress is really encouraging. We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected. The fact that this is happening while Albania is going through the accession process is important. This process is legally and politically binding and subject to constant scrutiny and assessment. We have received our communication assurance from the government.
Kjo ishte një deklaratë e bërë nga komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos dhe e shpërndar më pas nga vetë kryeministri Edi Rama. Sipas komisioneres, ndër të tjera, Shqipëria është një nga vendet pararoj në procesin e zgjerimit dhe ka shënuar për parim të rëndësishëm në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Por cili ishte mendimi protestuesve për këto deklarata? Ne do të lexojmë dy nga pankartat, të cilat vinin në lojë situatën mes Marta Kos dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama, për cilët pati dhe akuza që kishin rënë dakord paraprakisht. Njëra prej tyre lexon: Erdashur Marta Kos, teksa ti jepje deklarata dhe garanci politike, buldozerët në nart po gërmonin në folet e breshkave. Dhe në një tjetër pastaj shkruhet që Bashkimi Evropian nuk e do demokracinë, por ka rënë në dashuri me diktatorët, ndërsa pjesa tjetër e memeve pastaj luante me mbiemrin e Martas, që në shqip është Kos, dhe kryesisht ishte që deti nuk është bërë Kos. Kjo është cilësuar si një nga protestat më të bukura dhe më qytetare që ka parë vendi, dhe ne tani do të ndalemi pikërisht te disa nga pankartat më epike të kësaj jave, por edhe atyre momenteve që kanë fituar zemrat e të gjithëve, si muri njerëzve që krijohet për të mbrojtur fëmijët gjatë marshimit, apo lotët në sytë e gjyshërve të cilët çdo natë dalin nëpër dritare për të përshëndetur të rinj që marshojnë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Fakti është keni ardhur, po s'ka problem, erdhëm neve. Erdhëm t'ju përshëndesim, thamë që si gjithë Shqipërinë ta organizonim një protestë këtu në Prenjas. Unë jam biri kësaj ane. Po me sa duket ju s'pas ka një hallë dhe probleme fare. Unë kisha bërë mend që t'i thosha ta fjalën në riut, po s'ja them dot se ju që keni gjithë punë. Megjithatë ne u falenderojmë shumë që na shikoni edhe nga kafja kështu. Patjetër që do falenderojmë Policinë e Shtetit. Faleminderit shumë. Edhe diçka doja të thoja. Nëse ndonkush ju pyet sepse nga ishte Vilson Bloshmi, apo Genc Leka, apo Petrit Bloshmi, mos i tregoni që ishte nga këto anë, sepse ata do të dridhen në varr. Mos i tregoni se ata lanë jetën për këto anë. Ju faleminderit. Britania e Madhe i është bashkuar një listë tashmë të gjatë vendesh, të cilat kufizojnë aksesin e fëmijëve nën 16 vjeç në mediat sociale. Lajmin e njoftoi kryeministri i vendit Keir Starmer këtë të hënë, duke theksuar se këto ndryshime do t'u kthejnë fëmijëve fëmirin. Duhet kemi parasysh këtu se Britania shkon edhe më larg se vet Australia, e cila ishte e para që i ndaloi rrjetet sociale për fëmijët, duke ushtruar kontroll edhe në platformat e lojrave online, por edhe për mundësinë e kufizimit të orëve të qarkullimit gjatë natës dhe kufizimit në lëvizje të pafundme për personat nën 18 vjeç. It will make our children happier and will give them more time, more security, more freedom to grow up.
more opportunity. This is a statement of our values, who we are as a country, and it's a way of actually bringing our country together. So for me, this is bigger than some of the usual to and fro's of politics, although there's plenty of that. Kështu deri më tani lista e vendeve që po e kufizojnë aksesin ose që po tentojnë ta kufizojnë aksesin e fëmijëve në mediat sociale shkon në 11. E para sigurisht ishte Australia, e cila I ndaloi fëmijët në 16 vjeç që t'i aksesojnë mediat sociale. Britania e Madhe planifikon që ta aprovojë planin deri për Krishtlindjet dhe rregullat e reja do të hyjnë në fuqi ose të paktën kështu pritet deri në pranverën e 2027-s. Kina ka aktualisht një rregullator të saj për hapësirën online, të ashtu quajturin Minor Mode Program, pra programi I modalitetit për të miturit që vendos kufizime në aplikacione dhe në orët e shpenzuara online në bazë të moshës së përdoruesit. Danimarka, e cila njoftoi në nëntor se do t'i ndalojë mediat sociale për fëmijët nën 15 vjeç. Pastaj Asambleja Kombëtare e Francës, e cila ka aprovuar në janar një ligj që do t'i ndalojë fëmijët nën 15 vjeç nga aksesi në rrjete, duke përdorur si argument në këtë rast janë edhe argumente që I ka bërë edhe presidenti francez Emmanuel Macron, bullizimin online dhe rrisqet mbi shëndetin mendor. Në Gjermani, të miturit nga mosha 13 deri në 16 vjeç mund t'i përdorin rrjetet sociale vetëm me pëlqimin e prindërve të tyre, kjo në parim, pasi gjithsesi thuhet se kontrollet janë as pak eficiente. Greqia është shumë pra njoftimit të ndalimit të mediave sociale për fëmijët, në Indi pasaj në anën tjetër të botës. Thirrjet për mbrojtjen e fëmijëve nga mjedisi online kanë nisur këtë janar dhe në Itali fëmijëve nën 14 vjeç duhet pëlqimi I prindërve në mënyrë që të krijojnë një llogari në mediat sociale. Mbi këtë moshë pasaj s'ka më nevojë për aprovim. Malezia ka filluar që të ndalojë fëmijëve në 16 vjeç regjistrimin në platformat e mediave sociale, sipas asaj që njoftoi rregullatori I saj I komunikimit me 1 qershor, dhe qeveria norvegjeze në vitin 2024 propozoi rritjen e moshës në të cilën fëmijët mund të japin pëlqimin në kushte të kërkuara për të përdorur mediat sociale, pra nga 15 në 13 vjeç. Jemi zhvendosur në këndin ton të videove për të risjell disa nga momentet më interesante të kësaj jave që lam pas, pra video që janë shpërndar më së shumti në platforma. Dhe do të ndalemi fillimisht në një blok nga samiti G7-s që u mbajt këtë javë në Francë, pasi siç ndodh kryesisht disa prej liderëve u bën viral. Dhe kësaj here vëmendja ka qenë kryesisht të fokusuar sigurisht siç ndodh gjithmonë tek Donald Trump, por edhe kryeministra italiane Giorgia Meloni. Gjithmonë kemi qenë miq. Ishte kjo përgjigja që Meloni dha kur u pyet me shaka nga presidenti I Këshillit të Europës Antonio Costa nëse ishte pajtuar me presidentin amerikan. Dhe arsyeja që ushtrua kjo pyetje ishte sepse Meloni dukej se kishte një marrëdhënie goxha të ngushtë me Trump dhe ishte vetmja nga liderët evropian që mori pjesë në inaugurimin e tij në 2025. Por marrëdhënia mes tyre u tensionua disi pasi ajo distancoi veten nga lufta SBA-Iran dhe po ashtu reagoi ashpër ndaj sulmit që Trump bëri në drejtim të Papaleos. Gjithsesi e njohim Trumpin tashmë dhe nga mimika dukej që nuk e kishte kaluar tërësisht inatin me kryeministrin italiane. Thank you very much. Friends again. We are friends again. Always been friends. No. So you were given Një tjetër detaj që mësuam nga bisedat informale mes liderëve në samitin e G7 është se pamundura që ka bërë mundur dhe kryeministra italiane, pra Giorgia Meloni, pas ka lënë cigaren. Shohim momentin kur ajo u tregon homologëve të saj në Francë se ka hequr dorë nga tymosja dhe po ashtu reagimin e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe të tjerëve që ishin të pranishëm. Yeah, so you can consider me a fighter. Yes. Not just a lazy. No. Yes, yeah. I had to take 3 cups. Yes. This morning. Yes. In the cigarette. Wake up. And a cigarette. No. We started. No. Hey, Georgia. When? No. Last night. Good. And I don't know if the same. You were Weeks ago. When did Yes, I stopped talking. in 2005. And that's it, never gone back. Never. I stopped it 20 years ago.
Dhe tani do të risjellim një moment të filmuar disa muaj më parë në një tjetër summit kur presidenti turk Erdogan e këshillonte Melonin që ta linte cigaren. Aso kohë ky duke një mision i pamundur si për vetë Melonin, ashtu edhe për presidentin francez Emmanuel Macron. You look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking. I know. I don't want to kill somebody. Yeah. Si përfundim, a u pajtua Meloni me Donald Trump apo jo, e sqaroi vetë kryeministra italiane në një konferencë për mediat nga Franca, ku edhe mbahej summiti. Ho trovato il rapporto immutato, ok? Nel senso che non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, cioè non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro, e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo fino a, insomma, appunto, lo facevamo l'ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione. Donato Mancini, Bloomberg. Vabbè ragazzi, però. Allora, qui abbiamo fatto notizia per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo un fianco così e sono diventata, insomma, sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti. Detto questo. Megjithatë, dhe këtu e mbyllim me telenovelën Meloni Trump, ngjarjet sërish morën një kthes tjetër pasi presidenti amerikan deklaroi të premten për mediat italiane se kryeministrja e tyre i ishte lutur për një foto dhe se ai ja kishte plotësuar dëshirën pasi i erdhi keq. Përgjigjja e Melonit ishte kjo. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Një tjetër moment viral me protagonist Donald Trump është ai kur presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një nga takimet e liderëve botëror u kujdes që t'u kujtonte homologëve të tij se kush ishte shefi. Hello, I'm the boss. Shtrëngimet e duarve kur vjen puna te Donald Trump bëhen gjithë një lajm. I radhës ishte takimi i tij me presidentin francez Emmanuel Macron në sajt e samitit të G7-s. Momenti kur dy liderët shtrëngojnë duart është bërë viral tashmë, po për faktin se Trump nuk duket fare entuziast, e kjo nuk na çudit as pak. Ai dha Macronit atë që ekspertët e gjuhës së trupit e quajnë peshku i ngordhur, ndërsa atë shtrëngimin tipik të duarve që jep Trump, presidenti amerikan e bëri me zonjën e parë të Francës, Brigitte Macron, për 13 sekonda rresht. Merci. Si bosi ose shefi që është, në samitin e G7-s, Donald Trump mori edhe një dhuratë nga kancelari gjerman Friedrich Merz. Merz dhuroi presidentit amerikan një fanellë të Gjermanisë me numrin 47 që vizualisht duket si G7, dhe kjo ndodhi teksa liderët e G7-s po mblidheshin për një seancë pune kushtuar Ukrainës, e në anën tjetër Kupa e Botës po zhvilloi me intensitet të plot në Amerikën e Veriut. Në rrethe private, Merz njihet si mbështetës i klubit të Bundesligës Borussia Dortmund. We were used to be shut. This is yours.
Teksa Meksika festonte fitoren ndaj Afrikës së Jugut në ndeshjen hapse të Kupës së Botës të enjten, Merlini, një rozë 2 vjeçare veshur me ngjyrat e ekipit kombëtar, u kthye në një sensacion të papritur të internetit dhe në maskotën e parë jo zyrtare të turneut. Pamjet e Merlinit teksa ecën nëpër rrugët e qytetit të Meksikos i veshur me fanellën e kombëtares meksikane dhe madje edhe me çorape, ndërsa mijëra tifoz festonin u bën virale brenda natës. Gjithsesi, edhe përpara nisjes së botrorit, Merlini ka qenë një figurë e njohur në panajire dhe aktivitete të ndryshme në qendrën historike të qytetit. Kjo pasi Rosas shoqëron rregullisht pronaren e saj, Carla Gomez, e cila çdo fundjavë shet ujë dhe pije freskuese nëpër qytet. Soy mamá de Merlín, ya me considero como tal y bueno, pues para nosotros ha sido una sorpresa, la verdad, el hecho de que Merlín sea la mascota no reconocida del mundial y la verdad nos sentimos muy complacidos de tal situación y sobre todo de que la gente ame a mi pato, ¿no? Ka një rregull për pjesët që luhen me spektator. Nëse ndodhesh në skenë dhe ke vdekur se ashtu ta kërkon roli, ti nuk lëviz as muskulin më të vogël. As nuk do të tështish nëse të vjen të tështish, pra asgjë. Por një balerinë në Izmir është gjendur përpara një sfide të vërtet, të cilën e kaloi me sukses, pasi në skenën finale të Romeo dhe Juliet në skenë pa të arsyeshme që të ngjitej edhe një mace. Потом себя. Он играет. Надо вначале кота убить. Потом себя. Он играет. Ata që janë bërë viral këtë javë janë tifozët e Norvegjisë, të cilët janë parë nëpër rrugët e SBA-s të performojnë në atë që njihet si Viking Row. Pamjet që do të shohim në vijim janë filmuar përpara ndeshjes kundër Irakut. Pamjet e filmuara nga dëshmitarët tregojnë qindra tifoz të rreshtuar përgjatë një rruge tregtare teksa lëviznin në sinkron dhe imitonin lëvizjet e vozitjes së një anije vikinge. Një koreografi kjo që është kthyer në simbol të mbështetjes së tifozëve norvegjez. Viking Row performua edhe nga ligjvënësit e parlamentit norvegjez këtë të enjte në mbështetje sigurisht të kombëtares së tyre. Ata u drejtuan nga kryeparlamentari, i cili ndërpreu posaçërisht seancën në mënyrë që deputetët të mund të kryenin ritualin e vozitjes nga ulset e tyre në parlament. Obamat janë kthyer sërish në qendër të vëmendjes këtë javë, kur ishte dhe ceremonia e hapjes së kampusit kulturor dhe qytetar që mban emrin Qendra Presidenciale Obama. Irzonja e parë e SBA-ve mbajti një fjalim dedikuar bashkëshortit të saj, i cili nuk i mbajti dot lotët, ndërsa çifti Bill dhe Hillary Clinton dëgjonin dhe sodisnin në background.
Barack, you gotta look at me. You told me all those years ago that you couldn't promise me the world, but you could promise me an interesting life. And of course, you outdid yourself and managed to give me both. I know it hasn't always been easy, but there hasn't been a single second through this experience that standing by your side hasn't left me in awe. 8 years in the crucible, and not once did you melt from the heat. Not once did you let it harden you. Instead, you used it to reveal your truest essence, your stubborn optimism and unflinching courage, your dazzling brilliance and unpretentious decency, your ferocious work ethic, and absolutely unshakable moral fiber. The lies about your birthright, your faith, your patriotism, the outrage when you stated the biological fact that if you'd had a son, that he too would be black. Yet, you were unflappable at every turn, always focused, always calm, always looking at the long view. How absurd it is to imagine that you might have done anything but make our family and this entire country proud. Kjo ishte ajo që kishim përgatitur për sonte. Për më shumë materiale të tilla apo edhe për informacionet më të fundit mund të ndiqni në mediat tona sociale, por edhe në faqen tonë të internetit @cnn.com. Shihemi të shtunën tjetër.